Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, të tronditur nga ajo çka kemi dëgjuar deri tani. Do bëj një përmbledhje të situatës. Ku jemi këtu? Prokuroria është duke ndjekur çështjen, vazhdon gjykimi. Besoj që kjo situatë duhet kishte mbaruar me kohë ardit sepse i thon 2 vjet. Dhe nuk e kuptoj se si është e mundur që akoma shtyhet procesi dhe akoma nuk ka dalë me një vendim të formës prerë. Megjithatë, unë dosjen e kam këtu, kam lexuar gjithçka, kam parë dhe fotot që janë bërë të vendit në cilën dyshohet që janë kryer këto veprime. Sigurisht situata, thash edhe një herë, kundrejt një fëmije në atë moshë, që është një traumë e jashtëzakonshme. Djali tregon sepse mi ka treguar dhe mua në ambientet private, djalin e kam takuar, sigurisht në prezencën e gjyshes, sepse nëna, sikur tha, jeton jashtë dhe vjen në periudha pak më të shkurtra, por Arta qëndron me të, non-stop. Tani ka dhe fëmijë të tjerë që u tha. Fëmija thot, që ka parë dhe fëmijë të tjerë, vajza të vogla. Në qoftë se i ka parë, do të thot që i ka identifikuar. Tani për t'i njohur jo me emra, ka parë vajza të vogla. Sepse edhe mund t'i tregoj dhe ato mund të flasin. Sigurisht, por që nuk e di se sa kjo ka vajtur mëtej në këtë hetim të mëtejshëm nga ana e prokurorisë. Është një çik. Vajzat janë vajzat të atij vendi. Besoj. Nuk është se kanë ardhur dhe i kanë rrëmbyer. Tashti emra. Emra Duke qenë se janë të vendit edhe mund të njihen. Por thot kanë parë vajza të vogla që janë kryer po të tilla veprime. Djali ku është tani? Ku e mbajnë? Ruhet, mbrohet? Djali është në ambientet e Artës. Pra jeton te Arta. Sigurisht i traumatizuar dhe unë këtë nuk kuptoj që si nuk është vënë një njeri nga ana e kësaj bashkie për një psikolog, për të mbajtur pikërisht dhe qëndruar afër gjendjes traumatike të djalit. Domethënë ka një situatë që nuk është normale. Po autoritetet e dinë këtë. Autoritetet e dinë, ne kemi këtu edhe të ish-kryetarit zotit Anti Salla, që e njeh besoj mirë familjen, kemi një dokumentacion shumë të gjerë dhe të madh, por që deri sot ata pretendojnë që nuk është verifikuar ngjarja. Kush? Pra, prokuroria bashkë me mjekësinë ligjore thonë në ekspertizën që unë kam lexuar që kjo ngjarje nuk ka ndodhur. Fakt tjetër është që këto e kanë denoncuar vonë. Pra, ngjarja ka ndodhur në datën 6-7 shkurt të 2024-s dhe e kanë denoncuar në 17 gusht të 24-s. Dhe pretendohet që në kaq periudhë të gjatë kohe, pra shenjat të cilat pretendohet janë zhdukur. Ndërkohë që nga pyetja që unë i kam bërë mjekëve të kësaj fushe, thonë që jo, patjetër që shenjat kapen, edhe pse ka kaluar kohë. Sepse pretendohet që është bërë një veprim i dhunshëm, pa dëshirën e personit dhe detyrimisht që qëndrojnë patjetër vende të dëmtuara në të cilat mund të ketë ndodhur veprime. Kështu që në këto kushte ardit ne kemi këtu ekspertizën e mjekut ligjor, kemi psikologën e cila ka marrë në pyetje djalin, e cila thot dhe tjetrën që djali nuk flet pa prezencën e gjyshes dhe të nënës, dhe kjo gjë prap mua më shqetëson, sepse hidhet dyshimi, sikur ky djalë është i mësuar. Nga kush? Pra, thuhet që meqense kanë pasur konflikte familjare të përhershme me këtë familje, është krijuar pra kjo situatë dhe normalisht për të ngarkuar familjen në fjalë, pra të zotit Pedri. Por një fëmijë në atë moshë nuk mund të mësohet deri në këtë pikë. Pra që të thotë edhe veprimet, të thotë edhe mënyrat, të thotë edhe çfarë ka ndodhur në çfarë kati, në çfarë vendi. Pra djali është shumë i saktë në tregimin e tij, pavarësisht në mënyrë të shkëputur, se flasim për një fëmijë të traumatizuar, që e kupton dhe ai që flet për gjëra të turpshme, që nuk janë normale, dhe që normalisht ai riprodhon si kundër dhe ka ndodhur. Dhe kjo nuk ka ndodhur një herë. Minimalisht ka ndodhur 5 deri në 6 herë. Deri në gusht që është kapur ngjarja. Në mënyrë të përsëritur. Pra edhe njerë për të gjithë publikun e kuptoj natyrën e ngjarjes. Duhet jemi të kujdesshëm kur themi fakte dhe argumenta, sepse këto vinë nga goja juaj, djali është juaj, detyrimisht që dhimbja juaj është shumë e madhe, por një gjë është e vërtet, Arta, dhe unë për këtë normalisht dua të drejtohem edhe një herë.
Ju jeni referuar policisë gjyqësore pranë komisariatit policisë së RIK në datën 17/10/2024. Pra shtetësja Arta Latifi ka kallëzuar penalisht se djali Xhaxhait të bashortit të saj, shtetësi Bedri Latifi, ka kryer marrëdhënie seksuale me nipin e saj, djalin e vajzës, të miturin, emër të cilin ne nuk do ta themi, nga muaji shkurt 2024 deri përpara rreth një muaji, do të thotë nga muaji shkurt deri në muajin korrik. Zonja Eni. Pra si është e mundur që ky djalë është prekur, janë kryer veprime të kësaj natyre, juve keni jetuar me djalin dhe nuk keni kuptuar që ai djalë është i dëmtuar, tani relativisht ngrihet një dyshim, sepse nuk mundet që ngjarja të fillojë në shkurt dhe nga ju të denoncohet në gusht. S'ta linte babi, zonja Eni. Ajo thot që babai nuk e linte që ta denonconte, po kjo nuk do t'i thotë babait. Kjo e ka faqe se duhet të thotë mua, po zonja Eni, unë jam tani se linte babait. Unë të isha në vendin e kësaj vajzës, unë do kisha ngritur në këmbë Shqipërinë, jo Cerikun dhe Elbasanin. Pra, e kuptoni ju se çfarë ngjarje ka ndodhur? Po. Pra një fëmijë në moshën 5 vjeçë gjysmë, i është traumatizuar gjendja e tij e shëndetit mendor, fizik, psikologjik, dhe ai djalë është i dëmtuar thellësisht. Prandaj dhe unë jam shumë e shqetësuar dhe e tensionuar në këto momente, se si një gjyshe nga shkurti në gusht nuk ka shkuar të denoncoj se nuk më lë buri. Po si nuk të lë buri? Po unë dajmë dhe me burin për të mbrojtur nipin. Sepse nipi është në një moshë të atill i cili në qoftë se ai që sot pëson një traumë të tillë, ti nuk e di vazhdimsinë e jetës së tij. Pra, jo kam të drejtë. Zonja Unë jam shumë e shqetësuar. Unë uja dita ditës ato. Ka tokën afër. Po çfarë luaj e ti? Edhe ajo, ai Ismaili, e gjithë ato ishin bashkë. Edhe e pash edhe i thash, hoqa gjithën e vura lartë. Kur vajta unë për të marrë fëmin, doja që ta kapja. Vetë ati unë kërë kishtë marrë cuni, thash o thash, ku është cuni? Së ti, tha, e mori Bedriu, i ku shpi, tha. Unë pa vajtur si këtu ke publiku, fëmin, tha, nona, tha, e mori dikush Bedrin telefon, tha, më bori gjërat të pista, tha, e mori në telefon, tha, më veshë shpejt, tha, më yfin kuris, tha, yf kuris, yf jadot, më yfin kuris, më njëti brinjën me vrap, tha, dhe më pruri. Që a dite, me ndosha për herë, kishte maru kopsi, qysh nuk e kapa, mas pak, Ismaili iku, pastaj Fiqiretja, e shoqja Bedriut. Ismaili kush është tani? Jati Bedriut. A, është dhe babai i Bedriut, ja. Xhaxhai bashortit tënd. Ishte në dieni e çdo gjoje. Pra, Ismaili jeton me Bedriun, Bedriu ka djalë Andonin, dhe veprimet e turpshme i ka kryer Bedriu me Andonin, dhe Ismaili Xhaxhai nuk ka parë gjë. Ju i ka kapur disa herë tha çuni. Tregoni me mrapa, më ka kap disa herë nënë dhe më nishte na përshpyhy brena qelpsir, mos trego Lolit, mamit, gjyshit, 4 siç jemi dajas. Unë e kisha shumë frikur, kalonte rrugës çuni, kjo hajde re këtu, donte që ta afronte fëmijën. E shef zonja Eni qa fajti ka kjo tani që kjo nuk do flasim më për sa këtë jetë zonja Eni. E kishte rrapur fëmin timi, kishte larë gjakun, e bia Riza Lude Ballës, kriminelja më e madhe. Moj Arta, moj zonjë, pse duhet ta merrja unë e vesh nga Bedriu, moj na Fiqiretja, pse nuk duhet ta merrja unë e vesh nga ty, moj? Fol, me pse duhet ta merrja unë e vesh nga ty? Nuk e dia, moj jalam me çikletës. Po thoje mua dyshoj kështu kështu. Do të shumë, moj merr veshti mëja. Moj gocë merr veshti apo jo, moj? Jo, Arta, tani ti duhet ta lajmëroje vajzën. Unë e marr vesh merr Bedriu, më tha mu do të vrasa, do t'ju shuj si shtëpi, më tha mua kështu kështu, më tha mami jote, i nxefur ja grevuar.